komisionit për procedurë dhe për diskutim. E para ka të bëjmë me çështjen e afatit. Ju të gjithë folët afati. Patjetër, çdo komision i posaçëm ngrihet me një afat. Dhe afati është që të bëhen disa punë brenda këtij afati. Në momentin që nuk janë realizuar ato dëgjesa, nuk është realizuar ai kalendar që kemi miratuar bashkarisht, besoj se çdo afat ka dhe mënyrë të shtyrje. Për analogji, kemi Komisionin e Reformës Zgjedhore. Komisioni i Reformës Zgjedhore ka po ashtu një afat, siç ka ky komision, por nuk kanë mbaruar ende së bëri të gjitha detyrat që i kanë vendosur vetes dhe po e shtyn. Dhe ne kemi të njëjtin afat. Dhe ne nuk mund të thot asnjëri nga këta antarë që janë këtu, që ne i kemi mbaruar dhe prandaj duhet ta mbyllim. Ne po ashtu nuk i kemi mbaruar të gjitha detyrat dhe detyrimet që kemi për këtë komision. Dhe tregohet qartësisht që afati nuk që ka i shkruar në kur. Siç e zgjasin ata, do ta zgjasim dhe ne, për të njëjtën arsye se nuk kemi mbaruar detyrat e përcaktuara që në fillim. Nga ana tjetër, për analogji, Komisioni i Reformës Zgjedhore i është drejtuar OSBE-s, Komisionit Venecias, për të marrë vendim mbi palët, sepse sigurisht palët kanë edhe ngarkesa politike në mënyrën se si shikojnë bashkitë. Ky komision duhet të ishte drejtuar dhe sot të kishim si material atë që do të thoshte Kongresi i autoriteteve lokale vendore. Nuk e keni, atëherë duhet ta bëjmë, sepse nuk mundemi ne që të mbyllim një komision pa marrë mendimin e ekspertëve ndërkombëtar, të pandikuar qoftë nga ne, qoftë nga ju, se si e shikojnë ndarjen më të mirë dhe eficiencën më të mirë të pushtetit lokal në Shqipëri. Dhe si një zë i pavarur, për analogji përsëritet njëjtit komision paralel me ne të ndërtuar në të njëjtën kohë me ne. Morën opinion e Komisionit Venecias dhe tani palët kanë një material që ju pëlqen, po është mbi palët. Të njëjtët gjë duhet të kemi dhe ne, po që ta kemi këtë duhet të nisni kërkesën dhe të merrni një material dhe të nisni punën që është bërë për ratë njëshin dhe atë që ka dalë nga dëgjesat. Unë e kuptoj që problematika kryesore e ndalimit të dëgjesave ishte fakti se çdo dëgjes që është bërë në qark nuk ka pas socialist, demokrat, shoqëri civile që të kenë thënë që ka qenë reforma e mirë. Të gjithë, edhe socialistët ka thënë që është reforma e keqe se na kanë ikë institucionet nga bashkitë tona, se nuk janë funksionale bashkitë tona. Dhe sigurisht ju doni ta ndaloni këtu sepse sa më shumë të flitej, aq më shumë do kuptojë dështimi. Po pse vinte dështimi? Këtë duhet kuptoni. Vinte sepse ju e bët siç doni të bëni këtë tani. E bët pa pyetur propozit, pa pyetur për ndërkombëtar, e bët sipas interesit politik. Tani ju doni një 2.0 reform të dështuar, e cila bëhet prapë me një vullnet të njëanshëm politik, me thjesht me votat tuaja politike, pa pyetur si është eksperjenca më e mirë, çfarë duan qytetarët, çfarë thonë kolegët opozitar, dhe thjesht shkojmë drejt një reforme që e shpopullon edhe më shumë se ç'është i shpopulluar vendi dhe çon në rezultate tragjike për qytetarët edhe për Shqipërinë. Dhe kjo dështimi e reformës parë duhet ishte reflektim për ju që reformën e dytë ta bëni sa më gjithëpërfshirëse. Nuk duhet të ishte një mënyrë për të thënë që siç e bëm të parën do të bëjmë edhe të dytën. Dhe kjo duhet ju shtyj që të shtyni dhe të vendosni disa objektiva të qarta, pse jo të punohet edhe në gusht, pse jo në shtator fuqishëm dhe në fund të shtatorit, në fillim të tetorit, ne të kemi një produkt, po të jetë një produkt që vjen edhe si rezultat i komunikimit me ndërkombëtarët, edhe si rezultat i mbarimit të gjitha dëgjesave. Dhe së fundmi ka të bëjë me atë që e thatë që në fillim, me prezencën fiktive, me mungesën e kryetarëve të bashkisë, me largimet mes komisionit kryetarëve të bashkisë. I gjithë ky fiktivitet e krijoi këtë situatë që kemi sot. Dhe nuk është rasti që të themi u vonuat ju për një mbledhje apo iku ish kryetari bashkisë këtu i Sarandës nga një mbledhje, apo nuk ishit ju, apo nuk ishte tjetri. Nuk jemi duke kërkuar fajtorin sot. Sot jemi duke thënë që kjo është situata. Dhe situatës duhet t'i përgjigjesh me përgjegjësi politike. Dhe përgjegjësia politike këtu
është që siç do të zgjatet afati i Komisionit të Reformës Zgjedhore se nuk ka arritur dot të bëj programin që ka marrë përsipër, do duhet zgjatet dhe afati i këtij komisioni me rregullin kryesor që t'i drejtoheni Kongresit të autoriteteve vendore si një autoritet mbi palët dhe ta nisni shkresën që sot, duke i nisur dhe materialet që ekspertët tuaj kanë përgatitur, materialet që ekspertët tanë kanë përgatitur për pjesën e ratë njëshit, në mënyrë të tillë që ta vazhdojmë komisionin edhe me ekspertizën e tyre. Ndryshe nuk ka asnjë kuptim që ju të keni një hartë gati, na i sillni, keni 84 vota dhe koca diskutojmë neve këtu. Faleminderit, ky ishte propozimi im. Faleminderit, zënë Zhupa.